Më shumë e shikoj si një lloj qoke nëpërmjet ca miqve të caktuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që po i japin një dorë zotit Berisha në formë edhe Partisë Demokratike, po edhe njerëzve të cilët ai ka rreth rrotull në lista të caktuara, që mund të kenë miqësira dhe influenca të caktuara në Amerikë, sesa një influencë drejt për drejt të Shtetet Bashkuara. Pse ka nevojë doktori për këtë qok? Tani ai do që ati është përballtur emri me non-gratën. Dhe këtë juve keni përdorur pa fund, kryetari juve ka përdorur pa fund, non-grata. Tani më duket se nuk e përmend më. Ai non-grata vazhdon të jetë, por nuk thotë gjë më njëri. Nuk luhet më non-grata. Por doktori mund ta ketë kompleks veten, frustracion, thotë ju jam baltosur në mënyrë pa drejtë. Nuk kam ardhe këtij amerikanit të rëndësishëm. Japi informacion për non-gratën nëse do. Po patjetër. Tani përgatitet një vizitë zotit Berisha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pa u heq non-grata. Ka një precedent. Kam dëgjuar, kam 2 muaj, kam thënë një vizë speciale. Kjo është e viza speciale? Ka një precedent kur Ali Ahmeti u shpall non-grata nga ushtria çlirimtare kombëtare nga lufta që bëri atëherë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkoi në Amerikë dhe u ndalua. Ali Ahmeti, më thuaj informacionin, se është informacion, se është precedenti. Super informacion. U ndalua në aeroport dhe ishte kongresmeni Elliot Engel, i cili e shoqëroi dhe e futi brenda Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani çfarë ndodhi? Tani po përgatitet një vizitë pothuajse e tillë e zotit Berisha në Amerikë. Ma përshkruaj si do jetë kjo vizita, kush si qysh tek këtë takon? Ka gjend? Kjo ishte pra. Kjo që të thash tani, përgatitet që shkojnë në Amerikë. Përpara zgjedhjeve apo para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve? Njerëz të rëndësishëm po punojnë për këtë, nuk e di, domethënë para zgjedhjeve apo pas zgjedhjeve, di që po pas zgjedhjeve duhet ta vërtohet. Di që kjo po përgatitet tani, domethënë nuk mund ta jap dot se unë jam njeri publik dhe mbaj përgjegjësi për deklaratat e mia. Unë jam spekulant, unë po ju them unë besoj nuk jap dot për të dytën herë mendoj që juve në pyetjen tuaj apo në tezën që hodhët prap tha diçka të rëndësishme që për diskutimin që po bëjmë. Që zoti Berisha në mënyrë të, më thënë, krejtësisht natyrale intereson rregullimi i pozitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe familjes së tij. Mos e harrojmë që nuk është fjala vetëm për të. Ai ka dhe familjen e cila është non-grata në Shtetet e Bashkuara. Pra është krejtësisht normale që ai të përpiqet, qoftë edhe nëpërmjet këtij zotërisë, që të rregullojë statusin e vet politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kjo nuk ka të bëjë me zgjedhjet tu, se zgjedhjet kemi 11 maj, janë 25-6 ditë këtu votohet. Pra, në rast se ky zotëria do të kishte një mesazh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shikon në Shqipëri kërkojmë ndryshim të sistemet, kërkojmë ndryshim të kësaj, do ta kishte dhënë këtë mesazh, do ta kishte dhënë qartë edhe premtë si anglosakson që mesazhi është vetë ai ardhi aty, këtu është një mesazh për ata që din ta lexojnë. Në rast se ju mendoni që kjo bëhet me miqësi, nëse është ky strategu i madh që ju mendoni kjo ka Berisha ca miq dhe ky nuk është mik i thjeshtë, ky është një nga njerëzit më të rëndësishëm në Amerikë. Unë nuk e di se sa i njihni, sa keni lexuar për këtë. Ti mund të jetë kërkuar thjesht që të heqë atë. Po pra ju mendoni që ky merret me parë dhe sillet në Shqipëri, mendoni që ka heqë atë non-grata për lekë të shqiptarëve. Të mund të organizojë atë udhëtimin e zotit Berisha në Amerikë. Sa lekë janë dhe çfarë pushtet për Berisha apo jo, a do bëhet kryeministër apo jo, a do vi Partia Demokratike atë vendosin shqiptarët. Se çfarë ndodh me zotin Berisha në raport me administratën e Shtetit Bashkuar. Atë vendosin shqiptarët, ajo do shikohet me 11 maj se këto mbështesin. Po vetë lascivita është një mesazh, vetëm një qorr dhe domethënë kuptimin metaforik të fjalës. Si bufi që i thot ky zotnia, nuk do ta kuptoj këtë gjë. Ai është vetë mesazhi. Pra ai po ju tregon hënën, ju shikoni gishtin.